penitenciar, në çdo burg dhe në çdo komisariat ku mbahen person, kur them të paktën një herë, sepse këtu kanë një funksion parandalues. Dhe pastaj sa herë ka ankesa, shqetësime apo ngjarje, bëjmë edhe inspektime të tjera. Në rastin konkret, qoftë për vizitën që unë personalisht kam bërë tek Zoti Meta, ashtu dhe për vizitën që unë personalisht kam bërë në burgun e Durrësit, ka pasur një sër shkaqesh dhe arsyesh për cilat kemi vajtur. Shkaku i parë kanë qenë ankesat individuale të këtyre personave, të cilët kanë pasur ankesë tek avokati i popullit për çështje të cilat lidhen me mënyrën e trajtimit të tyre. Ankesa është bërë te avokati i popullit, jo se keni shkuar ju pas pas deklaratave që mund t'ja bërë mediatike. Edhe pra edhe ky është një shkak i dytë. Pa përtej së pari ka ankesë, Zoti Meta ka pasur ankesë, dhe ka ende edhe një ankesë në shqyrtim, se ka disa ankesa që ka bërë në lidhje me trajtimin e tij. Edhe Zoti Veliaj ka pasur 2 ankesa pranë avokatit të popullit, një ankesë që është lidhur me mënyrën se si është shoqëruar dhe si është trajtuar gjatë kryerjes së një vizite në një spital apo në një klinik private për një ekzaminim shëndetësor që ai duhet të bënte, dhe po ashtu ka dhe një ankesë tjetër në trajtim tek avokati i popullit në lidhje me faktin se nuk i lejohen aksesi i avokatëve të tij të huaj për të marrë takime individuale me të. Po ashtu kemi pasur dhe një kërkesë për takim të menjëhershëm me avokatin e popullit nga Zoti Lefter Koka, dhe për këtë arsye u bën për këto dy kërkesa specifike vajtëm për të bërë një vizitë. Zoti Koka nuk e takuam sepse nuk ishte atë ditë në burg, ishte në spital për një mjekim shëndetësor, që nuk arritëm që ta takonim. Por gjithsesi verifikuam dhe mblodhëm të dhëna për sa i përket elementeve të ankesës që ai kishte. Përveç kësaj, që është një nga përveç këtyre ankesave dhe shkaqeve, ka pasur disa qëndrime publike të liderit të opozitës, i cili ka pretenduar se si Zoti Meta ashtu edhe Zoti Veliaj mbahen në kushte të tmerrshme në sistemin penitenciar. Ju vajtët vet atje dhe e pat. Dhe në çfarë faze është verifikimi, si për rastin e parë të Zotit Veliaj dhe për rastin e dytë, dhe pastaj do dalë te Zoti Koka dhe te Zoti Meta? Atëherë për të dyja rastet e Zotit Veliaj ne kemi bërë disa verifikime, pra kemi verifikuar edhe të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe nga burgu i Durrësit për të verifikuar me sa persona ka qenë, cilët kanë qenë personat që e ka shoqëruar. Kemi bërë një vizitë dhe inspektim edhe në qendrën shëndetësore ku ai ka kryer këto ekzaminime dhe pata dhe një takim me të për të shpjeguar nga këndvështrimi i avokatit popullit cilat janë çështjet për cilat ne po hetojmë. Duke qenë se hetimi nuk ka përfunduar ende dhe nuk kemi një konkluzion, unë nuk mund ta paraqes konkluzionin ton përfundimtar në media para se t'ja jap vetë organeve përkatëse. Po për Zotin Koka, për shembull, i cili nuk ishte ditën që ju shkuat së bashku me... Zoti Koka ka një ankesë. Ka ankesë. Zoti Koka ka një, të paktën ajo që ai kërkoi një takim urgjent. Dhe sigurisht një person që ka qenë një funksionar i lartë i shtetit, neve nëse kërkon një takim urgjent, unë prezumoj që duhet të jetë për shkak të kushteve në të cilat ai ndodhet brenda mandatit tim. Po nga ana tjetër ka paraqitur dhe një ankesë në institucionin tonë që lidhet me mënyrën e zbatimit të legjislacionit penal për sa i përket afateve të rësorit para burgimit. Kjo është një çështje shumë teknike, specifike, pra sa mund të rrinë, sa është koha maksimale në të cilën një person mund të rrinë në para burgim, pra pa i përfunduar hetimi dhe pa marrë një vendim të formës së prerë, dhe në vlerësimin e Zotit Koka, ai ka kaluar të tëra këto afate, por ende nuk ka një përgjigje ose kërkesat e tij për të liruar janë rrëzuar. Në lidhje me këtë çështje, ne sapo e kemi filluar hetimin dhe po ky është fakti pak a shumë që ai ka paraqitur. Zonja Ballance, ju keni edhe një raport shumë kritikues për mënyrën e arrestimit të ish presidentit të Republikës, Ilir Meta, e kujt është përgjegjësia për atë skem të arrestimit, zonja avokat? Ne përgjegjësinë e kemi të identifikuar, përgjegjësia është tek policia e shtetit, të cilët në momentin e ndalimit të Zotit Meta nuk kanë zbatuar të tëra kërkesat e ligjit, dhe kërkesa kryesore që ata nuk kanë zbatuar ka pasur të bëjë me trajtimin dinjitoz të personit i cili do të ndalohet. Pra tek dinjiteti është problematika. Zoti Meta kishte edhe kërkesa të pretendime të tjera që lidheshin me arrestimin pa ligj. Në fakt ka pasur një vendim të gjykatës për cilin ai është ndaluar dhe mëtej arrestuar.
ka pasur pretendime se ai është rrëmbyer, në fakt edhe ky pretendim nuk është i bazuar, pasi gjithë procedura është bërë në bazë të një vendimi, por ama nga ana e dinjitetit njerëzor është shumë e rëndësishme të theksojmë se mënyra e ndalimit të tij dhe mënyra e shoqërimit nuk ka qenë në përputhje me standardet që respektojnë dinjitetin e tij individual dhe personal. Po ankesa tjetër që ka bërë së fundi zoti Meta? Ankesa tjetër ka të bëjë me kufizimin e numrit të takimeve,